Selamu alaikum të nderuar shikues të podcastit të Miftunisë së Tetovës, Mesazhi Islam. Vazhdojmë kësaj radhe apo kësaj jave me podcastin e radhës që ka të bëjë me përgjegjësinë e besimtarit përballë padrejtësive. Është një temë shumë interesante, të cilën do të trajtoj hoxha jon i nderuar Magjistër Muadh Efendi Aslani, imam në xhamin Eskin e Tetovë. Është një temë delikate, për më shumë do t'ja lëmë hapësirën hoxhës së nderuar. Hoxhë nderuar, selam aleikum dhe mirëseverdhje. Wa aleikum salam, faleminderit për ftesën. Zoti ju shpërbleft. Amin inshallah, faleminderit edhe juve që u përgjigjit ftesës. Hoxhë nderuar, me që është një temë e bukur dhe unë mezi po pres të filloj me pyetjet. Do dal me një te pyetja e parë. Fillimisht si e shpjegon Islami rolin e besimtarit në shoqëri. Pasi që është një temë që ka të bëjë edhe me rolin e besimtarit në shoqëri. Dhe pra si e trajton Islami rolin e një besimtari, një muslimani, një mu'mini në shoqëri? Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjithçka, por më shumë musliman që na ka bë. Përshëndetjet më të sinqerta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili si udhërafies për besimtarët e la sunetin e tij. Përpara se me ju përgjigj pyetjes, së pari shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj juve për ftesën, po ashtu edhe muftininë të Tetovës, por edhe televizonin Koha për mundësinë që na jep. Pra, Islami nuk kërkon prej nesh vetëm që të jemi të mirë, por kërkon prej besimtarit që të ngritet në një nivel më të lartë. Pra që të jetë i dobishëm, të jetë aktiv, por edhe të jetë përgjegjës. Besimtari nuk jeton vetëm për veten, por ai ka përgjegjësi për njerëzit rreth tij, për familjen e tij, për shoqërinë e tij, por edhe për mjedisin ku ai jeton. Andaj edhe Allahu i madhruar e përshkruan ummetin islam me një cilësi të veçantë. Dhe thot, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thot, ju jeni populli më i mirë që jeni nxjerr ndër njerëzit. Përse? Sepse keni disa cilësi të cilat nuk i kanë. E cilat janë ato? Urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe e besoni Allahun. Nëse ne i vëmë re ajetit kuranor, do e shohëm se Allahu xhaleshanuhu ka bërë një renditje. Nuk thot vetëm besoni Allahun xhaleshanuhu, por e përmendën edhe përgjegjësinë shoqërore, e cila është të urdhërosh për të mirë dhe të ndalosh nga e keqja. Nëse njerëzit e drejtë heshtin përballë padrejtësive, atëherë bota do mbizotrojë kaosi dhe do sundojnë njerëzit e këqij. Për ta parafruar më mirë këtë shembull, do e përmendim një transmetim që e përmendën Xhabir ibn Abdullahu. Tregohet se Allahu xhaleshanuhu i ka urdhëruar melaqet që të shkojnë në një vend dhe ta shkatrojnë atë vend, pasi njerëzit e aty qyteti i kanë kaluar të gjitha kufit. Por melaqeja kur shkon në atë vend e sheh një person i cili e ka adhuruar Allahun xhaleshanuhu vazhdimisht dhe i thot, o Zot, si ta shkatroj këtë vend kur ka një person i cili në çdo moment të ka adhuruar. Allahu xhaleshanuhu i thot, prej të ai person do e filloni shkatrimin. Pasi ai person e ka shikuar vetëm interesin e vet. Nuk i ka interesuar gjendja e shoqërisë. Pra, kjo na jep të kuptojmë se njeriu besimtari nuk mund të mendojë vetëm për veten e tij, por me patjetër duhet të shikojë edhe gjendjen e shoqërisë. Shpesh ne dëgjojmë raste të ndryshme ku të rinjt po dhunojnë njëri tjetrin. Rastin më të afërt e kemi në Shqipëri, por edhe në Tetovë ka patur raste të fundit. Ky fundit Kumanov ishte. Në Kumanov kishte. I shohëm të rejat që i dhunojnë bashkëmoshatarët e tyre. Dhe lirish mund të themi se më e dhimbshme se dhuna fizike është ajo
kur e sheh se dikush rastin e sheh si argëtim. Dikush e filmon atë, e nuk mund të shohësh dikë i cili e ndalon atë. Dhe kjo tregon dhe është shembull se kur e mira hesht përballë të keqes, e keqja atëherë bëhet spektakël. Andaj, një besimtar që falet, agjeron dhe kryen adhurime të ndryshme, por nuk shqetësohet kur sheh padrejtësi, kur sheh prishje të moralit, kur sheh të rinj që humbin rrugën, atëherë duhet të ja bëjë pyetjen vetes: a e kam kuptuar si duhet Islamin? Nëse kthehemi te pejgamberi alayhis salam, sallallahu alaihi wasallam, do e shohëm se pejgamberi alayhis salam para se me i ardhur shpallja, ai gëzonte privilegje të mëdha në shoqërinë. Edhe nga jo muslimanët u thirrte si besnik el emin, rrjete nga një familje me nam dhe reputacion të madh. Ishte edhe i pasur, mund të themi, pasi ishte i martuar me Hatixhen radiallahu anha, një nga gratë më të pasura të asaj kohe. Biznesmene asaj kohe. Biznesmeni asaj kohe, tregtarja më e suksesshme ndoshta asaj kohe. Por megjithatë, pejgamberi alayhis salam kohë pas kohe shkonte në shpellën Hira dhe atje meditonte. Ata që kanë shkuar në haxh, por edhe në umre, e din largësinë e Hirës prej Mekës deri në Hira sa largësi ka, por e din edhe sa rrugë e mundimshme është. Ka ngjitje shumë të rënda. Çka e shtinte pejgamberin alayhis salam që të shkojë atje? Pejgamberi alayhis salam në rrafshin personal i gëzonte krejt privilegjet. Ajo që e shtinte pejgamberin alayhis salam ishte fakti se e shite gjendjen e shoqërisë në gjendje shumë të rëndë, ku i pasuri e shfrytëzonte të varfurin, i forti e shtypte të dobtin, në disa fise edhe vajzat i varrosnin të gjalla. Në vend që të adhuronin Allahun xhelleshanuhu, ata i adhuronin idhujt, të cilët i bënin me duart e tyre. Pra, pejgamberi alayhis salam, edhe pse vetë ishte shumë mirë, gëzonte privilegje të mëdha, por kur e shihte gjendjen e shoqërisë, ai në gjendje breng dhe u mundoheshte që ta përhap Islamin. Prandaj, Islami nuk kërkon prej nesh vetëm të mos jemi pjesë e problemit, por kërkon që të jemi edhe pjesë e zgjidhjes. Faleminderit për këtë shtjellim kaq të bukur kësaj pyetje. Po gjendëror jetojmë në një kohë, po themi ashtu, dinamike, ku çdo njeri ka problemet e veta, do të thonë nuk ka njeri pa probleme. Dhe shpesh herë ndajmë njerëzit teksa flasin për çështjen e problemeve të përgjithshme në rrethin ku jetojmë. Kam unë problemet e mia, nuk kam kohë të merrem me problemet e tjerëve, ose ka kush i rregullon këtë punë, ka kush mirët me këtë punë, do të mirët filoni ose ky institucion. Mirë, por realisht janë probleme të cilat na tangojnë edhe neve, na pengojnë edhe neve, mirë, po ne sikur mundohemi t'ja hedhim përgjegjësitë njëri tjetrit dhe në fund, më thonë, puna mbetet ashtu si është, si ka qenë dhe nuk ka ndryshim. Teksa ne jemi shumë të zënë duke marrë me punët tona, nuk kemi hapësirë që të merrem me punët që i pengojnë këtij populli. Dhe kur konsiderohet heshtja, do të thonë, përballë padrejtësisë një problem fetar, do të thonë, se ne e dimë se jo në çdo lëmi ose në çdo çështje ne duhet të përzihemi si besimtar, mirë, po ka edhe një vit kuq, një kufi. Dhe kur kjo heshtja jon konsiderohet si problem fetar, dhe çfarë përgjegjësie ka besimtari kur e sheh një të keqe që ndodh dhe nuk reagon, ta themi ashtu. Po. Në fillim duhet të sqarojmë se jo çdo heshtje është mëkat. Ka raste kur fjala nuk sjell dobi, ose kur reagimi shkakton efekt negativ. Atëherë heshtja është më mirë. Madje mund të themi në këto raste heshtja është urtësi. Këtë na tregon edhe pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij, në të cilin thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Pejgamberi selam në gjuhën shqipe hadithi thotë: kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, le të flas mirë ose më mirë le të hesht. Nëse nuk ka mundësi
që me fjalën e tij të bëj dobi, atëherë më mirë le të hesht. Për të zgjidhur problem ne e dim se nuk mjafton vetëm ta themi fjalën e vërtetë, por bashkë me fjalën e vërtetë apo të drejtë, duhet ta gjejmë mënyrën dhe kohën e duhur. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shembull, nëse në një rast ahengi dikush martohet dhe shkon dhe flet për natën e varit apo flet për mahsherin, kjo do ketë efekt negativ. Edhe pse fjala është e vërtetë, madje ajo mund të jetë edhe ajet kuranor, mund të jetë edhe hadithi pejgamberit alayhis salam, por duhet që ajo fjalë, ai ajet kuranor të përshtatet me kohën dhe mënyrën e duhur. Prandaj heshtja bëhet problem fetar kur njeriu e sheh të keqen. E din se është e keqe, ka mundësi të ndryshoj, por zgjedh të hesht nga interesi personal, rehatia apo indiferenca. Pikrisht për këtë arsye dhe pejgamberi alayhis salam në hadithin e tij thot: kush prej jush e sheh një të keqe, së pari le ta largoj atë me dorën e tij. E nëse nuk mundet, le ta largoj me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet, atëherë le ta urej me zemrën e tij. Por le ta di se kjo është imani më i dobët, besimi më i dobët. Shkallën më e dobët. Ky hadith në fakt vendos një parim të rëndësishëm, e cili është ajo: besimtari nuk mund të jetë spektator. Asnjëherë nuk duhet që përballë një padrejtësie ai të ri dhe vetëm ta shoh. Normal, dikush ka më pak përgjegjësi, dikush ka më shumë përgjegjësi, por të gjithë jemi përgjegjës për gjendjen e shoqërisë. Jo të gjithë e kanë të njëjtin autoritet. Ai që ka autoritet vepron me autoritet. Ai që ka mundësi të këshilloj, do këshilloj. Ai që nuk mund ta bëj asnjërin, të paktën nuk pajtohet me atë të keqe. Prandaj, shumë interesant është, shumë dietarë thonë këtë: nëse një person hesht përballë padrejtësisë, edhe pse ka mundësi të ndryshojë atë padrejtësi, ai është shejtan me mec. Nëse e shohëm ajetin e surës Ahzab, Allahu xhaleshanuhu na drejtohet duke na thënë: ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju që keni besuar, keni droj Allahun fuqiplot dhe flisni fjalë të drejta. Nëse e shikojmë më detajisht ajetin kuranor, do e shohëm se Allahu xhaleshanuhu nuk thot flisni fjalë të bukura, por thot flisni fjalë të drejta. Kjo sepse secili nuk ka aftësi, oratori apo dituri që të thot fjalë të bukura, por secili prej nesh ka mundësi që të thot fjalë të drejta. Faleminderit. Hoxha nderuar, pyetja e fundit për ju. A është mjaftueshme që një person që ka një dije fetare ta përdor në raste të padrejtësive, apo duhet me patjetër që çdo njeri të gjitha dijen fetare që ka të vendosë në veprim? Pra, apo vetëm ne fetarët duhet që të merremi me këtë çështje, apo edhe u takon edhe të gjithë njerëzve të tjerë në përgjithësi të kësaj shoqërie? Po, në fillim, me që merrem edhe me botimin e librave, së pari lirisht mund të themi se asnjëherë më parë nuk ka patur dituri më shumë se sa në ditët e sodit. Asnjëherë nuk ka patur titull shkencor më shumë se sa në ditët e sodit. Asnjëherë më parë nuk ka patur të diplomuar më shumë se sa në ditët e sodit. Lirisht mund të themi asnjëherë nuk ka patur dije më shumë se sa në ditët e sodit. Vetëm në gjuhën shqipe, si informat, botohen diku për një vit rreth 100 libra fetar. Pra, njerëzit kanë qasje të mëdha tek dija, por shkollat, librat janë teori, ndërsa neve kemi nevojë për zbatim. Për praktik. Për praktik, për zbatim, për përjetim. Kjo na mungon shumë. Sot kemi shumë njerëz që flasin bukur, shkruajnë bukur, këshillojnë bukur, por kur i sheh se si jetojnë, e kupton
se fjalët e tyre thonë diçka tjetër, ndërsa veprat e tyre krejt diçka tjetër. Sot nuk e kemi problem që ta dëgjojmë një mjek që flet për shëndetin, flet për dëmet e duhanit, por pas një kohe ta shohësh atë mjek i cili e pin duhanin. Sot mund të shohësh një njeri i cili flet me orë të tëra për drejtësi, por sapo drejtësia e prek interesin e tij personal, i haron të gjitha parimet. Sot nuk janë të ralla kur sheh njerëz të cilët flasin për modestinë, por çdo veprim i tij e bën vetëm që ta shohan dhe të lavdrojnë të tjerët. Pra, problemi ynë sot nuk është mungesa e informatave, por mosbatimi atyre, atë që e them më para. Problemi është se është krijuar një hendek i madh mes asaj që dim dhe mes asaj që bëjmë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar në surën Saf na tërheq vërejtjen. Në thot: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun." O ju që keni besuar, përse e thoni atë që nuk e veprani? Më pas ajeti në vazhdim thot: "Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Është shumë e urryer tek Allahu që të thuhet ajo që nuk veprohet. Është për të përmendur fakti se në të kaluarën xhamati apo edhe njerëzit në përgjithësi nuk kanë patur shumë dije. Nuk kanë patur qasje në libra, në ligjëratë që i kemi sot, por atë dije që e kanë patur e kanë zbatuar. Ndërsa ne në ditët e sodit të kundërtën e bëjmë. Kemi shumë qasje në dituri, por fatkeqësisht shumë pak e praktikojmë atë dituri. Është interesant se si Allahu xhaleshanuhu në Kur'an jehudët apo Bani Israilet, të cilët e kanë bartur Teuratin, e kanë trashëguar brez për brezi, por nuk e kanë praktikuar ata, i shembullon me gomarin. Keme thelil himari jahmilu asfara. Po përse Allahu xhaleshanuhu e bën një krahasim të tillë, pasi edhe gomari bart libra mbi shpinën e tij, por nuk përfiton prej tyre. Kjo është prej shembullve më të fuqishëm në Kur'an. Allahu nuk i qurton ata se nuk kanë dije, por sepse atë dije që e kanë nuk e zbatojnë. Madje edhe punojnë kundër asaj. Ky është edhe një mësim për ne. Dija pa veprim nuk sjell ndryshim. Një njeri mund të di shumë, por nëse hesht përballë së keqes dhe nuk përpiqet për të mirën, atëherë dija e tij nuk i jep fritet e duhura. Allah shpëleft. Faleminderit edhe një herë që ishi pjesë e podcastit dhe e sqarovat kaq bukur këtë temë. Faleminderit me argumentet të fjalës Allahut dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një temë delikate, një temë që sot na prek të gjithë neve dhe ato fjalë që i thash shpresoj që të jenë motivuese për gjithë ata që na dëgjojnë, që të jemi më të kujdesshëm sa i përket padrejtësive që i bëhen kësaj shoqërie. Faleminderit edhe një herë Hoxhë nderuar. Faleminderit edhe juve, Zoti ju dha sukses në këtë detyrë shumë të shmuar. Faleminderit edhe shpërbleft. Të nderuar shikues, jetojmë në një botë dinamike dhe shoqërisë tonë, por edhe çdo shoqëri tjetër, shpesh i bën padrejtësi. Ndonjëherë me qëllim, ndonjëherë pa qëllim. Por këto padrejtësi bën pikërisht për atyre njerëzve të cilët Hoxha nderuar e përmendi edhe më herët, a i urdhëroni njerëzit të bëjnë atë që ju vetë nuk e bëni. Pra, këto padrejtësi u shkakton njerëzve për personave apo njerëzve të cilët nuk i japën hakun punës së tyre, nuk i japën hakun detyrës së tyre, dhe kështu që thonë fjalë të tjera, ndërsa në realitet veprojnë apo bëjnë punë të tjera. Pra, fjalët e tyre nuk janë në përputhshmëri me premtimet dhe me punët e tyre. Prandaj të nderuar vëllezër, sa herë që këtij populli t'i bëhet padrejtësi, sa herë që rrethit ton t'i bëhet padrejtësi, qofshim ne pjesë apo jo asaj padrejtësie, të ngrem zërin, sepse nëse sot heshtim, nëse nuk kemi drejt të ankohemi.
Lusim Allahun xhaleshanu që të na bën për atyre të cilët e ngrenë zërin ndaj padrejtësive dhe ndaj të keqes që i bëhet këtij populli, që na bëhet neve vazhdimisht. Lusim Allahun që të na bëjë për atyre të cilët kontribojnë për mirëqenien e këtij populli. Deri në podcastin e radhës, ju lëm në mëshirën e Allahut xhaleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.